ishte atmosfera sot në fshatin Mans. Disa banor ishin më të friksuar e të tjerë më pak. Ky ishte lajmi i ditës dhe ne donim që t'i kushtonim vëmendjen. Por tani do të kalojmë në një moment krejt tjetër. Do të kemi në studio një histori suksesi, një grua në karrierë të cilën jo më kot e kemi zgjedhur të na përfaqësojë në këto ditë festash që i dedikohen pikërisht gruas. Ajo është një zonjë që qëndron në maj të real estate në Shqipëri. Pronat e luksit mbajnë emrin e saj. Ne do të bëjmë një bisedë për të kuptuar ekuilibrin që ajo mban mes jetës si nën, si grua dhe si një biznesmene e suksesshme. Ftoj për të zbuluar më shumë Eriola Canga, sipërmarrëse në real estate. Përshëndetje, mirë se vjen në Living Day, kënaqësi të të mirëpres. Mirë se ju gjej, mirë se vjen. Sot është ditë e premte, nuk kemi në transmetimin në datën 8 mars, por do donim që të bënim një bisedë me një grua të suksesshme dhe kemi zgjedhur që të bisedojmë së bashku. Mirë se vjen. Dhe faleminderit. Dhe po e nis me një herë, si themi ne, shkojmë drejtë në temë. Eriola, gjatë gjithë rrugtimit tënd, çfarë të ka bërë ty një grua të suksesshme? Unë mendoj që gruaja në tërësi dhe në veçanti gruaja shqiptare ka një forcë brenda vetes që nuk e kupton ose vetë ajo nuk e beson deri në momentin që sfidohet nga rrethanat e jetës, aty kupton se sa realisht potencial ka dhe është pikërisht momenti kur duhet shpalos se zbën veten e vet, qoftë si femër, qoftë si nën, por do duhet mos ketë asnjë lloj suporti dhe përkrahje për të kuptuar se sa forcë ka. Për ndryshe ne të para se besojmë, pa çka se forcën e kemi dhe meshkujt janë ata që na thonë femra është e fortë. Ne nuk e besojmë deri kur sprovohemi. Sprovohesh dhe sfidohesh, ëh? Kuptojmë vërtet që prit sepse nëse sfidat vikë kanë në jetë, vinë sepse duan ta nxjerrin potencialin tonë që mbase ne të parat jemi ato që kemi të mëdyshur. Future Home Plus është agjencia që ti drejton. Nëse do të pyesja të veçoje, cili është ai standard që ti vendose në tregun e real estate-it në Shqipëri, e pronave të paluajtshme? Unë kam një moto timen. Future Home Plus mbi gjitha është krijuar nga unë, është themeluar nga unë, por ka ardhur një moment pas shumë vitesh eksperience që kisha në treg, ka ardhur si nevojë për të pasur një ambient ku unë të shpalosja vizionin tim, qasjen time edhe të gjitha ato vlera apo ato standarde që ndofta deri në atë moment nuk i kisha gjetur. Kështu që ka lindur si nevojë e brendshme imja për të krijuar një ambient ku unë të shpalos dhe të jap më të mirën e vetes time, jo vetëm për veten, por dhe për gjithë komunitetin që më rrethon. Kështu që e kam krijuar këtë zyrë duke pasur në mendje për të krijuar një ambient komod pune, pa toksicitet, dhe kryefjala e çdo marrëdhënie që ndërtoj, qoftë me partnerët e mi të biznesit, qoftë me klientët e mi, është besimi. Që jo rrallë vihet në diskutime, në raporte pune, sidomos në raporte kur leku është në mes, kështu që qëllimi im ka qenë të ndërtoj marrëdhënie të tilla të besimit të fortë, sepse unë mendoj që kjo është ajo që atë shkon përpara, vazhdimisht edhe të jep siguri. Ne na pëlqen të pyesim në mënyrë të vazhdueshme për sukseset dhe më pak tregojmë për ato sfida të cilat kanë bërë më të fortë për të mbritur suksesin. Por përpara se të më tregosh të tuat, le të shohim bashkë një material që kam përgatitur në redaksi për të njohur edhe publikun më shumë Eriolën. Eriola Canga është një nga figurat më të spikatura në tregun e pasurive të patundshme në Shqipëri. Prej më shumë se 7 vitesh, ajo mban vendin e parë në rang kombëtar në shitblerjen e pronave të luksit, duke dëshmuar aftësi të jashtëzakonshme profesionale, inteligjencë biznesi dhe intuit të fortë në këtë industri. E diplomuar në administrim biznesi dhe me një përvojë të gjatë në menaxhim, Eriola ka ndërtuar një karrierë të suksesshme që shtrihet përtej kufive të vendit, me performancë dhe standarde të larta edhe në nivel ndërkombëtar. Përmes vizionit, këmbguljes dhe punës së palodhur, ajo ka arritur të krijojë një emër të respektuar në fushën e real estate, duke u kthyer në një nivel frymëzimi për shumë gra që duan të ndërtojnë karrierën në biznes.
Historia e saj tregon se suksesi nuk vjen rastësisht, por është rezultati i përkushtimit, profesionalizmit dhe besimit në potencialin për të arritur gjithmonë më shumë. Duke u referuar dhe asaj që ajo thot, suksesi nuk është asnjëherë i rastësishëm. Dhe pasi pam këtë material, ku kryefjala ishte suksesi, nëse do të pyesja, për çfarë je krenare dhe thua po, ky është suksesi im? Se ndryshe e percepton nga jashtë, bashkëpunëtorët apo kushdo që të njeh, por ndryshe është ajo që mund të mendoj personi që e ka mbritur suksesin. Si sipërmarrëse, sukses do të konsideroja pikërisht këtë raport të ngushtë dhe besimi që kam ndërtuar me tregun, kur dëgjoj, apo kur raportohem, apo kur më referojnë, qoftë klient, qoftë referuar nga klientët, apo nga partnerët që nëse shkon tek Eriola, ti duhet thjesht t'i lësh diçka në dorë, pra duhet thjesht t'i drejtohesh dhe pjesën tjetër të mos shqetësohesh, sepse procesi menaxhohet me profesionalizëm nga në zh. Pra, kur dëgjon për veten që po, Eriola është patent siguria nëse i drejtohesh për të mbaruar punë në këtë industri, kjo gjë më bën vërtet krenare. Ama si nën pastaj, që nuk mund ta lë dot pa e përfshirë, krenare më bën fakti që nuk kam më njanuar apo lënë asnjëherë në vend të dytë apo të më njanuar familjen, aq më tepër si kryefamiljare. Kështu që kur ky suksesi si sipërmarrëse për mua vjen bashkarisht me një familje të lumtur, me një fëmijë të mrekullueshëm të lumtur, kjo më bën pastaj dyfish krenare. Nuk është e lehtë për një grua në këtë sektor veçanërisht. Cila ka qenë sfida më e madhe si grua? Do ta them, është industri pak e egër dhe pak industri e cilësuar si punë me shkujsh, sepse duhet vërtet kesh për t'ia dalë. Fillimisht ka qenë dhe paragjykuar si punë për femrat, sepse e vërtet. Nuk është se unë jam sot Eriola që ka një emër në treg, po unë nuk jam këtu duke u suportuar nga dikush dhe duke hapur një zyrë timen. Unë kam nisur karrierën nga zeroja. Që do të thot nga gjenti thjesht, duke hulumtuar tregun, duke kërkuar për prona, duke trokitur në përdyer, dhe ta nisësh punën në këtë formë dhe sipërmarrje në këtë formë, siguron sukses, sepse ti e njeh punën vet, por ama të mëson dhe se si të përballesh me çdo vështirësi të asaj pune. Mëson të refuzohesh, mëson të marrësh përgjigje jo fort etike. Kështu që të qenurit femër në këtë prizëm ka pas vështirësitë e veta. Sigurisht, ne themi çdo gjë që s'të vret të bën më të fortë. Kështu që jam prap krenare që e kam nisur po nga këto baza sipërmarrjen time, sepse më jep sigurinë sot të gjës që bëj dhe ta projektoj shumë larg zyrën time. Future Home Plus, çfarë e dallon këtë zyrë nga konkurrentët? Integriteti. Identiteti. Integriteti. Nëse ka diçka që unë nuk bëj kompromisa, ndofta edhe duke dalë nga ato konturet e mia që do doja, por ku bie fjala tek integriteti, unë nuk bëj dot kompromisa. Që do të thot, unë e ceka pak më sipër, nëse perceptimi i publikut, i klientit është që Eriola është siguri, është patent sigurie, në ato momente unë nuk interesi klientit tim vjen përpara interesit tim. Kështu që në këtë pikë, kur ka gjëra që mundet të devijojnë, se tregu i real estate-it nuk është perfekt dhe as kuadri ligjor që operojmë nuk është perfekt, në këto kushte unë bëhem pak agresive, sepse kam të shenjtë besimin që më referohet nga klienti. Çfarë komentesh të bëjnë familjarët për punën tënde? Po, fillimisht nuk ka qenë shumë suportuese situata nga familja, se unë shkëputesha nga një karrierë gjatë në menaxhim apo në kontabilitet, dhe kur kam nisur para 8 vitesh, pak paragjykimi ishte, unë vete kam paragjykuar pak si punë, nuk është se mendoja, ma aq një urisa kisha që ishte në, le të themi, në nivelin tim profesional,
Por, kuptova që ishte vetmja mënyrë ku unë mund të nisja një sipërmarrje pa pasur asnjë qindark në xhep. Dhe unë kam nisur në këtë formë. Pra unë mund të investohesha në forcat e mia, në aftësitë e mia, në kohën time, në këmbët e mia, për të ngritur punën, por pa hedhur para. Kështu që duke qenë se kushtet ishin të atilla të mia të financiare, sa që nuk kisha mundësi për të financuar apo për të nisur një biznes tjetër ku kërkon investim financiar fillimisht, jam futur, kam luftuar së pari me veten përpara gjykimet të mia si fillim. Por unë besoj që kur vërtet e do fort diçka, dhe i fokusohesh në 100%, me mishë me shpirt si themi neve, suksesi vjen si s'bën. Nga njëra anë e investuar plotësisht në punë, nuk e lëm pas dore as familjen. Shpesh thuhet që nëse je duke bërë shumë mirë njërën gjë, është e vështirë që ta bësh njësoj mirë edhe tjetrën. Si ja ke dalë ti? Çfarë ke sakrifikuar? Nga koha ime si femër. Kohën për veten? Po. Për të mbajtur këtë ekuilibrin që unë kam vendosur midis karrierës, pra investimit në sipërmarrjen time dhe familjes, duke u dedikuar djalit tërësisht, e vetmja që ka qenë e sakrifikuar në këtë pjesë ka qenë koha ime si femër. Dhe nuk duket nëse të sheh kështu. Duket sikur je kujdesur njësoj edhe për veten, si për familjen, edhe për punën, për shumë komplimentat. Eriola, duket patur këtu përballë, nuk mund të mos të bëj disa pyetje për të marrë disa përgjigje që do t'i vlerësonim shumë. Si për shembull, të njohim e të kuptojmë pak më mirë tregun, dëgjojmë shumë, por jo gjithmonë marrim atë informacionin që na nevojitet. Cilat janë zonat më luksoze për momentin në Tiranë? Ngelet zonë preferenciale pjesa e blokut, tani ka edhe leje për ndërtime të reja, të tipit të fundit, pra flasim për ndërtime të luksit, pjesa e liçenit, sigurisht, pra rruga e Kosovarëve, pjesa e liçenit, dhe vitin e fundit edhe Farka është e preferuar si zonë për pjesën e komunitetit që duan të jetojnë larg zonave të banuara. Çfarë konsiderohet sot luks në pasurinë e paluajtshme? Janë ndërtime të viteve të fundit, të cilat projektohen nga inxhinier të huaj, nga arkitekt të huaj, materialet që përdoren për ndërtim janë standardet të lartë, dhe nga ana tjetër edhe mënyra se si projektohet një godin të tipit nën parkime toksore deri në 3-4 pra që të sigurohet gjithë pjesa e parkimit për komunitetin. Pjesa komercialeve në katin 0, zyra në katin 1, duke i definuar si ambiente për zyra dhe jo për banim, sepse ne presim në vitet në vazhdimsi që nuk të lejohen më apartamentet të shfrytëzohen si ambiente banimi, për të qenë drejt këtij standardi që flasim, pra aty ku komuniteti banon dhe paguan 5.000 euro metrin katror për të blerë një shtëpi, të mos ketë ngjitur një zyrë, një call center që ushtron aktivitetin, sepse do ishte masakruese. Edhe shumë elemente të tjera. E qartë. Por janë tërësisht godina të viteve 23-25 në vazhdim, pra që janë ndërtime sipër. Por këto që sa po the janë thelbësore dhe shumë përcaktuese. Eriola, çfarë këshille kërkojnë klientët nga ti kur vinë në zyrë? Nëse vjen një titullar prone që kërkon të shesi pronën, si fillim ka nevojë për informacion juridik. Jo të gjithë kanë informacionin se si kryet një proces shitje, kur duhet ta kryej, duhet bëj ose jo rivlerësim, pse duhet ta bëj, çfarë përfiton, kur është koha më e mirë e shitjes së pronës së tij. Nëse vjen një blerës, është e kundërta. Kur duhet të blej, duhet bërë një prekualifikim i klientit, sepse nuk e kanë të gjithë informacionin se çfarë kushte shkërkohet për blerë një pronë në treg. Edhe ata pa klient që drejtohen bankës në fillim për një prekualifikim, prapë ka nevojë për informacion shtesë. Sepse bankat ju japin një informacion shumë të cunguar, dhe do duhet një listë e gjatë e pyetjeve, detajeve që ne i bëjmë për të kuptuar blerësi që është potencial për të blerë në zonën A, për shembull tek bloku, apo do duhet me kushtet që ka të spostohet në një zonë tjetër, sepse të atilla i ka kushtet e tij. Kështu që klienti kërkon informacion pafund, dhe pas informacionit krijon ose jo besim për të ta lënë në dorë menaxhimin e paras nëse është blerës, apo menaxhimin e pronës për shitje nëse është një titullar prone. Edhe klienti është me fat nëse vjen në zyrën tënde. Duhet të vijë në zyrën tënde për t'i marrë të gjitha këto përgjigje dhe për të marrë shërbimin
më të mirë të diferencuar, si që thua edhe ti. Eriola, u knaqa, faleminderit shumë. Kënaqësi edhe për mua. Faleminderit edhe për këshillat, për te asaj që në mësuam për ty, si grua dhe si një zonjë e hekur në biznes. Faleminderit. Jemi në fund të takimit për sot, mësuese, gra, nëna, gëzuar festat. Fundjavë të bukur. Mirupafshim.